Çmimet e fruta perimeve si dhe artikujve të tjerë ushqimore edhe në këtë fillim të vitit mbetën të larta, sipas vlerësimit të qytetarëve në veçanti për pensionistët, por dhe për qytetarët e tjerë duket se dhe ky vit do vijojë ritualin e çmimeve në rritje. Çmimet rriten për ditë. Kërkues mund të thosh pse e çohet çmimin. Se gjithkush shkohet vetën, por se për ne pensionistat edhe që jena kështu që jena po rroga këpëton, nuk del. Tana çmimet janë rrit. Ndash të djathin, ndash të mishi, sidomos në stratosferë. Për fukarën është e dobët shumë. Ka produkte që janë qik më të avancuara nga e zakonshma që dashnë gjithë, për shembull spinaci 2500 lekë në është në gjithë. Edhe ka dhe produkte të tjera, tek këtu këtashtu, që nuk e kanë atë, si të thuash një vanë, sepse ai klienti e shikon kështu me njëherë, sepse ai vazhdimisht të ushqehet me ato të dhëna, me ato përveç në gjithë. Po janë qartë? Janë. Tashti edhe këta kanë ato, si të thuash, pretendimet dhe ngarkesat dhe ato, se do jetoj dhe ate ka edhe punë, edhe shtëpi, edhe të gjitha faktorët që i shërbejnë për ta përballuar jetën, se jeta është shumë e vështirë, dietë janë shumë të dhëna. Ta folur që ne jemi bërë tani kokra, si thonë në këto situata gjithashtu, edhe kështu është jeta. Çmimet e larta u bën përshtypje dhe emigrantëve. Një rast konkret, një emigrant që ka ndodhur për pushime, shpreh se çmimet janë më të larta se në Itali. Shumë shtrenjtë. Me krahasim me Italinë. Gjonat nuk me krahasim me këto janë ma lirë. Çmimet në tregun privat dhe kontrolli i tyre janë prej vitesh një temë debati e pranishme në mjediset e politikës dhe institucioneve tatimore, por shpesh e mbeti çështja e vazie pa vendimmarrje konkrete, pasi në ekonominë e tregut të lirë përcaktuese është marrëdhënia kërkesë-ofertë dhe jo ndërhyrje shtetërore.